E leçon dhe e këndshme. Sensuale. Interesante. Mirë është normale. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty I pasur. Në krahasim me këto të tjera, kjo është më djegse. Ore ujë s'kemi, ha? Jo, kjo djeg është fiks. Jo, kjo djeg tamam. Super, jemi, hajde. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm, në të gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm, në të gjithë Shqiptarinë, sepse praktikisht, çfarë është e vërtetë, na ndiqni ndërmjet të gjitha rrjeteve tona sociale dhe kanalit të YouTube-it, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë. Rreth 25% e të gjithë audiencës tonë është në diasporë, prandaj përshëndesim gjithë ata që ndodhen emigrant, fatkeqësisht larg vendit tonë në Gjermani, Amerikë, Itali dhe Greqi që janë kryesisht shtetet që na ndiqni. Por përshëndes gjithë ata që ndjekin Flak Fare, mos harroni na bëni subscribe në kanalin tonë YouTube, ku mund të shikoni të gjithë intervistën e plot dhe gjithashtu në rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok. Është realisht shumë e thjeshtë për të na ndjekur, follow dhe për mos humbur asgjë nga gjërat që postojmë. Thënë gjitha kjo, duhet të falenderoj sponsorat e mi që ndodhen gjithmonë në emisionin tim, Argjendari Donaldo, e cila ndodhet gjithmonë për të sjellë dhurata mjaft interesante për të ftuarit e mi. Mos humbisni ofertat fantastike që kanë përballë Top Tanit ose gjeni në Instagram lehtësisht. Go egrë o go home, pra shko në shtëpi ose shko e gërsisht fare me Go Plus, e cila Go Plus mjafton të klikonin loja Go Plus për të hyrë në shorteun e madh. Merrni këto, e dini tashmë, kodet janë këtu mbrapa, bëni 100 tilla dhe futeni në shorteun për të fituar makinë e cila vlen mijëra euro. Avatar 2 rreth 55.000 euro vlen ajo makinë gëzuar. Jo një gëzuar, mësëri serios. Kodigon Tequila më premium në Shqipëri, sa po ka hyrë, sa ka 2-3 muaj, keni parë tek emisioni Flak Fare ekskluzive, gëzuar edhe me këtë, e bëra lëmsh. Dhe mos të harroj, Tona vjen direkt nga Korça dhe sot ka një lidhje shpirtërore të fortë me të ftuarin tim. Sallamet tona vinë me shije dhe produkte speciale, realisht produkte natyrale, të cilat e bëjnë tryezën shqiptare akoma më të mirë se ç'është, që nga prosciutto crudo, sallamet ndryshme, pikante, sallam birra, lloj varietetesh. Mua mi kanë sjellë këtu e jam do shtoj pesh. Megjithatë, boll me sponsorat e mi, do të shkoj tek i ftuari im, I cili është një nga zërat më të dëgjuar pa diskutim në dekadën, për mos thënë më shumë se një dekadë në Shqipëri. Ai besoj se është ndjekur dhe parë dhe takuar nga një pjesë e madhe shqiptare për shkak se ka qenë në për evente, koncerte, dasma, gëzime, hare, afër familjes shqiptare, afër gëzimit shqiptar. Kam kënaqësinë sepse në fillim dyshoja që do vinte biles në bisedën që kishim me Suadën, më tha mua, po sikur ti themi, tha. I thash, nuk para del, nuk ka qenë fair fundi që e ka parë, kanë qenë televizore të bardhë dhe zi, thash. Jo, do ta tentojmë, tha, dhe ja ku pranoj dhe jam shumë mirënjohës Gena në studio, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit ty për ftesën dhe do vinja me dëshirë më të madhe sepse e ke podcastin më të ndjekur nga të gjithë. Faleminderit shumë. Në fakt nuk gënjeve fare, Jo, dhe është e vërtetën. Është e vërtet, është një ndër podcastet më të ndjekura, nuk e di nëse është më i ndjekur, po sigurisht është një podcast që është bërë goxha viral. Si e njëri? Këtë ma tha Nusja. Ajo e di këtë gjë. Sepse ajo është gjithkohës, domethënë që është podcasti Lori. Podcasti tha mi ndjekur duhet të shkosh patjetër. Lori, të falenderoj shumë për fjalët e mira dhe e vlerësoj shumë që I ke dhënë udhëzimin e dur. Ajo menaxhon pak a shumë daljet e tua. Gjithkohës, është me menaxhimin tim, me të gjitha eventet, me të gjitha detajet, me të gjitha datat, me gjithë pagesat, me çdo gjë. Domethënë theksova me pagesat se gratë pagesat kanë kryesorët. Ja. Kjo është televizje ka buar që bërë. Po. Lori nuk është këtu prandaj e thot, megjithëse këtë do ta presim montazh. Po, bravo. Ore, Korçar që ti menaxhoj të ardhurat partnerja është pak e vështirë, meqense jemi të Korçarët, unë nga Korçarët, meqense më ka lidh jeta kam mësuar shumë dhe di që flen me parat poshtë jastikut, edhe unë
Jo të gjithë. Jo të gjithë. Unë në fakt ashtu kam bërë gena gjysmën e parave i fshe poshtë jastikut dhe gjysmën tjetër në fakt i kam investuar te blerjet te Majutes, te Mendoj Jute. se janë ata korçarët e vjetër të parë, domethënë duke filluar që nga tregëtarët e parë, Rakoja, çfarë kanë qenë këta tregëtarë të famshëm që kanë bërë tregëti të fortë, domethënë edhe me Vatikanin e me Stambollin e me kupton kurse tash i ka ndryshuar gjenerata, kupton tani janë në për klube, ja fusin me vodkë, me rakime, Janë të ardhur në Korçë ata, janë të ardhur. Gjithsesi kurse po thoja, Jute ofron, të siguroj që mund të interesojë edhe ty, 0% interes për blerje në Majute, në aplikacionin Majute. 0% ke interes për 0% interes? Fantastike, kam interes dhe do shkoj. Fillo blerjet bëj kështu, ose më sakt, jepja informacionin Lorit se ajo merret me blerjet e tua. Po, ajo është më sakt për. Ajo është më sakt. Unë dëgjova një shumë të bukur, tha gjirokastritët, meqense ka dalë nami si që janë kërnac, tha gjirokastritët nuk janë asgjë më shumë se korçar të larguar sepse harxhonin shumë. Wow. Ja nuk e çfarë dëgjuar këtë. Po ti vetë nuk je i tillë apo jo? Jo, s'ma merr mendja. Jo vetëm unë. Po gjithë ata njerëz që njoh unë për shembull janë si tipi im, neve nuk jemi domethënë nga këta që i fusim lekët poshtë qasteku dhe fare. E kupton dhe pastaj jedhim atë skonin që mos jaj molja. E kupton? Po. Ne për shembull jemi gjithkohës e marrim lekun, e prishim, e investojmë, e bëjmë, kupton? Domethënë jemi fiks siç duhet. Unë do të pyes shumë gjëra në fakt edhe për sa i përket menaxhimit paras, nga një artist, ti pak a shumë e prek e the që unë kam partnerin tim e cila është dhe menaxherja ime e cila dhe menaxhon parat, sepse me sa po kuptoj, dhe pas është një impresion i gabuar, me sa po kuptoj artistët nuk janë shumë të zotët për sa i përket një koqirepsje së paras. Janë më shumë tek gjenerimi paras se sa tek menaxhimi paras. Mendoj se kryesorja do jetë kohë e kufizuar që ka një artist për të marrë me shumë gjëra të tjera për sa i përket artit ose këngës ose në çfarë do lloj fushje ku mund të jetë. Unë nis nga vetja ime, domethënë unë s'kam kohë tash të merrem edhe me njerëzit edhe të vete nëpër koncerte sepse kam shumë intensive jetën. Kështu që Lori ishte fiks. Ai njeri që mua më ndihmoi dhe më zgjidh shumë probleme, domethënë edhe shumë punë në punën time. Mrekulli. Ti formatin e ke parë, të ka shpjeguar edhe roli. Formati duket shumë i frikshëm. Tani ti me marrëdhënien me djegësit si e ke? Ore, këtu jam në habitatin tim. Seriozisht e ke? Këtu jam fiks në habitatin tim. I hati? Domethënë ti kishe bërë ca djegëse më shumë këtë. Të gjitha do të janë. Ua! Doli një njeri që ke hyrë pa frikë. Kam hyrë jo. Ke hyrë si Skanderbeu në Euroleague. Bravo, e dua djegësen në çdo lokal që shkoj. Tani sfundi isha në Bodrum edhe kërkoj një djegës, edhe shoqyr që ma gjeti njëri dhe ma hodhi në një qese kështu dhe e mbanja atë qesën kudo që vjen në restorant dhe Seriozisht? Po. Atëherë me sa duket je njeriu i dur për ta shjuar gjithën. Tani nuk e di derisa në çfarë grade mund të jetë djegësi maksimal. Nuk e di. Korçari vetëm që, ose më saktë, i ftuari vetëm që ka dështuar në këtë emision ka qenë një nga Korça, ka qenë Stefi, i cili e ka çuar deri tek e teta dhe pastaj nuk e çoi më tej. Endri ishte me kreshme atë periudhë dhe nuk provoi asgjë, ose bëri sigurisht ishte me kreshme, megjithatë pak rëndësi ka. Ta nisim direkt me bujrumin, salsën e parë? Patjetër. Kap çfarë të duash, mund ta kapësh si të duash. Nga këto... Me këtë, unë po e kam me dorë. Ashtu edhe unë ashtu do ta kapja, po thashë të tregosh. Është kjo e para besoj. Po, ajo është. Shi që bën mashimon. Shumë mirë. Fantastike. Asgjë. Jo. Këto më duken shumë normale. Patjetër. Janë më të lehtat. Fillojmë me më të lehtat deri te më të vështirat. Ishte leçëm. E leçëm dhe e këndshme. Sensuale. Sensuale. Sa sensuale je ti, Ogena? Shumë. Je shumë sensual? Shumë sensual edhe mbas është gabim. Që je shumë sensual? Sensual, sepse nga njeri përjetoj gjërat shumë. Domethënë edhe po domethënë sensualiteti është i tepruar nga njerëz keq. Qartë. Nëse sensualiteti është më shumë i tek shepi, po pse pi ti? Hajde gëzuar me ujë. Jo. Ja filloj me kështu edhe. Me Codigo. Codigo. Do të ta jap një shishe se e di që ti je merakli dhe që e fli i alkooleve të mira. Domethënë nëse ka pije më të mirë deri tani është kjo dhe. E kam sinqerisht, jo se kam. Sinqerisht po ta them unë. Ja, se kur ja u them njerëzve nuk më besojnë. Si është jeta tani, Gena? Je 54 vjeç? Po. Ke kaluar mos trego. 54 vjeç. Ke kaluar
Po themi gati gjysmën e jetës. Se tani me avancimet shkencore kam dëgjuar që po bëhen, pas 20 vitesh Gena, po ta them lajm ekskluziv, ta dëgjosh, këtë nuk e thash unë, këtë e thot David Sinclair, një nga baballarët e genetikës në Harvard, thot që pas 20 vitesh njeriu kush mbijeton 20 vjet, do jetë në gjendje që ta kalojë 100 vite, t'i kalojë lehtësisht. Pra do të jetë një standard i ri. Një të ngrua apo me Shiko, ai tha për njerëzit e martuar, për të martuarit. Pra shkenca do t'i japi, nëse mesatarisht jetonim 78 vjet, shkenca do t'i japi, thot ai, edhe 25 vite tjera. Fantastike. Nëse je i martuar, nëse ndahesh, thot ai, nuk ke nevojë as për ilaçe. Po, jeton 200 vjet. Po. Jeton 200 vjet. Jo, ti dëgjoj se je edhe i martuar i ri. E vërtet është ajo, se kam dëgjuar që gjithë këta që janë për shembull që s'kan pasur martesë në jetën e tyre, jetojnë më gjatë. Po si ama? Sepse s'kan konflikt. Jo, them, a është më mirë, jetojnë më mirë, se nuk ka rëndësi sa jeton, rëndësi ka si. Jeton më mirë, apo? Jo se jeton më mirë. Mbase është ajo liria dhe ose debati që mund të kesh në çift, për shembull, që ty Po ja, tani hym në filozofike, Ogena. Kush është kuptimi i jetës? Për ty. Kuptimi i jetës është paqja, vëlla. Paqja. Të kesh sa më shumë paqe. Ta gjesh lumturinë, mund ta gjesh lumturinë, për shembull, unë e gjej lumturinë me një kallap të vetë të peshkoj aty në Zdetit, s'ka gjë më të bukur në jetën time. Kush janë hobit e tua? Peshkimi vdes. Ke qef? Po. Është piktura që normal që kam bërë dhe shkollën, domethënë po peshkimi është një magji që nuk e di çfarë ndodh, flas për veten time. Edhe kur s'kap? Edhe kur s'kap. Mjafton që unë jam në kontakt me detin edhe me natyrën dhe s'kam, edhe nuk dua njerëz të kem afër. Mjafton që jam larg gruas, a? Është debat, Lori na fal, është shaka. Është debat me peshqit. E bukur është që ata s'flasin. Ata s'flasin. Okej, është debati fituar. Mrekulli, më preke pak pikturën. Para se të nisim, sigurisht këto janë gjëra që edhe i ke prekur pjesërisht në intervistat e tua, po janë vërtet interesante, meqense jemi këtu, ti themi, ti je një artist me sa unë kuptoj multidimensional. Je një nga ata njerëzit që është vërtet artist. Faleminderit. Unë të kam shijuar dhe në një lloj forme kemi udhëtuar bashkë drejt jetës, se kjo është kur je një artist i rëndësishëm, është kur je në shpirtin dhe në mendjen e njerëzve paralelisht. Pa të menduar ata vërtet, të kanë. Do të këndojnë një copës kënge, do të kapin një refren, do të kujtojnë një melodi, do t'i ndihmosh në një moment hidhrimi, ose do t'i argëtosh në një moment gëzimi. Kjo është. Fix. Dhe unë e them sinqerisht, nuk e them për të bërë qefin, por kam dëgjuar shpesh, të kam dëgjuar live, kam qenë kur ke performuar live, kam dëgjuar këngët e tua, kam kujtime nga rinia ime, më saktë, nga gjyshja ime kur dëgjonte këngët që ti i kape atë kolazhin e famshëm që bëre me muzikë popullore. Tuman Kuqen. Që janë kolazh, po. Që janë kolazh dhe me sa po më thoje, ti nuk e qeni kufizuar vetëm tek muzika. Ti më trego pak më shumë. Aktualisht unë domethënë kam qenë shumë i fokusuar me pikturën dhe vazhdoj Tefta Tashko Koxha është një lice në Korçë që është, domethënë e vazhdova, e mbarova dhe isha nga ata njerëz që dashuroj atë gjë dhe isha shumë i mirë. Po njëkohësisht aty fillova pasaj sepse në klasën tonë kishte edhe të muzikës, ishim bashkë piktore dhe, kupton, dhe fillova pasaj të lidhesha me këta të muzikës. Më pëlqente adrenalina, këngët kur kapnin ta në piano, edhe atëherë ka qenë shumë ndaluar. Domethënë kapnin ndonjë melodi tuaj, edhe du ta kapnin në momentet e pushimit kur s'kishte mos e dëgjonte njeriu. E qartë. Pa jo ishte energji e madhe dhe ishte një dashuri e madhe në atë kohë, domethënë një gjë e ndaluar sa herë është. Është e përjeton akoma më shumë. Po, e përjeton shumë. Po. Edhe fillova pasaj mbas pikturës, se mbaroj liceun, njëkohësisht filloj dramsin. Ke qenë pikturje. Pikturësh, më piktur. Ke qenë piktor i Zoti? Shumë i Zoti. Vërtet? Shumë i Zoti dhe edhe mund të vazhdoj akoma që nëse kam kohë ndonjëherë, bëj gjëra edhe mendoj se jam në nivel. Je nivel i mirë piktor. Jam nivel i mirë. Okej. Jam nivel i mirë. Pastaj fillon baterin. Pastaj fillova baterin, dilja në për mbrëmje me këta shokët, i kisha shumë talentuar. Edhe filluam pastaj nga një mbrëmje në një mbrëmje, fillova që aty gjeta atë energjinë time. Kisha nevojë për atë instrument. Kisha nevojë për muzikën, kisha nevojë sepse shpreja gjithë energjinë time. Aty që piktura e ka, domethënë që ti flet me tablon edhe ashtu, aty është e kundërta.
Aty është domethënë që ti shprehesh, nxjerrësh gjithë forcën tënde. Okej, interesante. Domethënë ti thua piktura është një komunikim ose një rrugë drejt vetes, ndërsa muzika është një rrugë nga vetja drejt tjerëve. Fix. Ti je natyri që ke qef komunikimin, me njerëzit. Je social shumë. Më pëlqen. Je social. Ta them shumë social nuk jam. Nuk je shumë social. Ta tregoj të vërtetën, domethënë kur sa herë mbaroj koncertin, dua të futem në habitatin tim, në shtëpinë time, edhe të ri. Mbase kjo vjen edhe për të vetëm arsye sepse gjithkohës unë jam i ngarkuar me njerëz, me takime, kupton, edhe dua të kundërtën. Ndodh përgjithsisht me njerëz publik, ti joni e di më mirë se kushdo, se s'ke qenë ndonjëherë publik, prandaj kërkon shoqërinë vazhdimisht, por njerëz me shumicën e njerëzve publik duan atë strofkën e tyre të mbyllen. Është ajo nevoja. Salca e dytë, po gëzuar mos më gëzuar. Sa më pëlqen shumë kjo. Po shumë mirë. Kodigo. Po i thoshë që par genës që ku kam lënë telefonin s'po mbaj mend nga Covidi e këta. Dyshi. Nuk pyet jo. Fantastike. Të pëlqeu? Edhe sallami që nga fantastik, edhe salsa fantastike. Po ku të cilë gjërat keq janë, unë të lutem. Si do të pres keq? Kjo është salcë japoneze, bëhet me këto specat japonez, tipik janë ca speca japoneze, është realisht interesante. Pita të kthehemi tek ty. Drums. Piktur, ke marru skenografi. Piktur drums, do më thënë piktur, dega skenografi. Si e kuptove ti, kur e kuptove ti, që ke zë, se ti re bateris, nuk këndove, pse s'këndove direkt, thuash? Atëherë, në përmbremet e maturave, kanë qenë këngët atëherë që ne i këndonim kur s'kishte pedagog, Let It Be. Ke kënduar Let It Be? Yesterday. Qa thua? Ato kanë qenë atëherë, Eric Clapton. Let It Be, Let It Be. Këngët që do më thënë kanë qenë me famë botërore. Edhe mundoheshim për të sjellë atë energjinë, se edhe ishim moshere, edhe deshim të kapim ndonjë çupkë. Lori na fal, nuk ka ndodhesh. Nuk kapi. Jo, ka të vërteta. Edhe nuk ishte ajo, po dhe energjia e moshës. Po qartë, sigurisht. Fillonim do më thënë, këndoja këto, edhe pastaj, në momentin që unë mbaroj Tefta Tashko Koçën, edhe u lidha me këtë grupin, shkoj ushtar. Mos. Shkoj ushtar. Ku shkoj ushtar? Shkuputa, në Gardë. Në Gardë, këtu në Tiranë? Jo, në Mollet bëjmë karantinën që quhesh atëherë, që mblidheshim gjithë ushtarët, edhe pasaj më çojnë në Durrës, në Vile Zogut, edhe në blok. Po mirë pas ke qenë. Për 2 vjet. Kam qenë mirë, po ka qenë vite... Komunist pas ke qenë. Jo, bravo. Kanë qenë vite... Komuniste. Shiko. Blok! Kanë qenë vite që ishte do më thënë ajo që po ikni njerëzit në port edhe në emigracion edhe ishte problem, edhe do më thënë... Ti të quan Durrës dhe blok? Po. S'pas ke pas një njollë këtu në një? Jo, njollë, familje pastër, familje kulluar. E kulluar, shumë mirë. Edhe mbaroj pas... Në ushtri këndoje në njërë? Pa tjetër. Megjithatë në ushtri më shumë merresha me tabelat, me këto shkrimet, me këto gjërat, komandanti që Korçar, nga një zonë e Korçës, jo Korçar brenda, edhe e mori vesh që isha Korçar, e mora vesh që isha piktor, dhe më jepte shkruaj këtë. Këto punë dhe vështira. Po, fillova po shërbimin prapë beja. Nuk shpëdoj edhe shërbim. Seriozisht? Po, 4 orë shërbim, 4 orë pushim, 4 orë shërbim, 4 orë pushim. E kupton edhe 2 vjet. 2 vjet e bëre, 2 vjet kapi ty. 2 vjet e bëra aty. Prandaj është zbut brezi. Po. Edhe mbase them që ushtria është e mirë për çunat. Se më mirë ja këtë do të pyesja. Edhe tok zon pak. Të ndihmoj ty? I mat më theshte dispast. Ti ke nevojë për ushtri. Sepse kur merresha me pikturë, mbyllesha 24 orë, edhe në atë dhomën time aty s'dilni as takonja as xhaxhallarët, as njerëzit kur vinin, as kupton. Edhe theshë duhet bësh më sot si jashtë takor se janë njerëzit tënd, janë këta, kupton. Po mirë. Edhe ti ke nevojë për ushtri, mbase ai e dinte shumë mirë, po që më shikonte që unë isha gjithkohës në një habitat tjetër dhe s'kisha lidhje dhe marrëdhënie me asgjë tjetër jashtë pikturës. Edhe më bëri mirë ushtria. Kthehesh nga ushtria ti, shkon prap në Korçë apo jo? Kthehem. Filloj muzikën. Se e bëm si një film të jetën. Filloj muzikën aty.
Lidhe me ca çuna që ishin shumë talentuar dhe kishin shumë emër në atë kohë në Korçë. Ata ishin më të mirët e Korçës. Edhe gjej rastin të përshëndes, ishin grup fantastik. Lidhe me ata, filloi në për lokalet e Korçës, se atëherë ka pasur shumë jetë Korça. Edhe kanë qenë këto pallati kulturës, teatri e këtu. Nuk është ky aktivitet që ka qenë atëherë. Atëherë ka pasur aktivitet pa fund. Po. Edhe lidhe me ata, vini një ditë duke luajtur muzikën, ky dirigenti... Ishe në bateri ndërkohë? Po, në bateri. Po? Bateri dhe këndoja një konsert. Dhe këndoja. I binja të dyja. Vini një ditë, edhe atë dua ta përshëndes Adrian Joxhin, më vjen në dëgjon në lokal, edhe më përzjedh mua nga gjithë ata baterista që kishte Korça. Domethënë dhe filloi si profesionist në teatrin Andozo Kaçajupi në Korçë. Për 11 vjet, afërsisht 11 vjet. Po, 11 vjet. Pastaj transferohem vi në Tiranë dhe fillovi këtu, domethënë pjesa tjetër është historie. Pjesa tjetër e historisë. Jo, pjesa tjetër është historie, pjesë tjetër e dim. Ndërkohë, a ka qenë gjithmonë, a ke menduar gjithmonë që jeta jote do të jetë vetëm art dhe muzikë, apo ndonjë moment jetës tënde ka pas dyshime që se përgjithsisht çfarë është e vërteta, në Shqipëri mentaliteti jon ka qenë që bëj një shkollë, që që në një ekonomik, në një këto më të sigurtat, dhe përgjithsisht arti ose sporti është parë me një lloj skepticizmi. A ke ndjerë ndonjë presion në rrethin tënd familjar të kësaj natyre apo? Jo, s'ka qenë. Nuk kam ndjerë asnjëherë presion të tillë, dhe sepse e para njerë, në qoftë se ti merresh me art, duhet ta duash njerë, ta dashurosh. Në qoftë se ti e fillon pasaj për hajde se duhet të nxjerrë ndonjë lek këtu, je i dështuar që në fillim. Unë jam nisur ashtu. Unë jam nisur sa herë me atë shpirtin tim të madh, e bënja çdo gjë edhe mbas edhe kam gabuar, se duhet të kërkoja më shumë lek, edhe kupton, po nuk i vija re këto gjëra, sepse dashuroja këtë gjë. E vërtet është. E dashuroja. Dhe mirë ke bërë. Ndërkohë, një pjesë e mirë, prit more se harruam të lyej më, Joni. Do të provosh në tjetër shumë mirë. Treshi, ku jemi, te Treshi? Treshi. Joni, si marim të sallamin e tonës. Kjo çfarë salcë është? Harrova ti që këtë kësaj more. Ja. Ska sa nuk na gjen gjë valla. Me gjithë lëkur. Interesante. Nuk të dha gjë. Nuk besoj se. Jo. Ja përballon lehtësisht. Vetëm që kjo ka një të mirë që këto shkojnë me tequila. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Gëzuar të gjithëve. Ora supozoj se duhet nisja dietën e të bëja kujdes. Si jeti me këto dietat? Kam filluar një 2 herë i mbajta. Pas nesër mbush 2 ditë, Jo, tash s'po bëj dietë. S'po bëj dietë sepse jeta ime është gjithkohës me udhëtime, me pagjumësira, me gjëra. E lodhshme është. Dhe si mund të mbash dietë ti në një moment që jetë gjithkohës me fluturime, me domethënë flet ditën, natën këndon, pastaj vjen orën 10 të mëngjesit në shtëpi, domethënë ke çdo gjë anapulla. E kupton? Ta mila me Gjedalnika, po më thuaj çik marrëdhënien tënde me Greqi, nuk e di pse mua ishte fiksuar, mbase nga stili jot, mbase nga që ndjej një lloj, dhe mbase jam dhe gabim në këtë që ndjeje, po ma thuaj ti, ma komento. Gjithmonë ndjeja kur kam dëgjuar në fillim, sikur ti ishe një produkt fiksi, siç janë Endre Stefi që jetuan disa vite dhe u kthyen, duke sikur ishte një produkt që ishte ndikuar shumë nga kultura greke dhe nga arti grek dhe nga mënyra e tyre e të kënduarit. Pra më duket sikur dëgjoja një këngëtar laiko që e quajnë ata. Dhe gjithmonë kam menduar se Gena ka jetuar vite në Greqi dhe është ndikuar nga stili i tyre. Si është e vërteta? E vërteta është që unë në Greqi kam jetuar shumë pak. Domethënë, ka qenë një periudhë që shkoj shtëpi e motrën, edhe u detyrova, ka qenë vitet 97, që kanë qenë vitet më të vështira për Shqipërinë, ti e di shumë mirë. Jo armët, jo historitë e tjera. Shkoj aty dhe mbeta në Greqi dhe familjen, nana, babai ishin këte, kurse motra me vllajin ishin ande. Edhe u detyrova, domethënë për një periudhë të shkurtër të punoja, domethënë të ndroja zanatin nga profesionist, punoja perifraks, është një që ka të bëjë, domethënë me këto gardet, shtrimet e gardeve në rrethime. Bëje rrethime. Po, domethënë duhet të merrni ato madherjet, drasat e mëdha, ti çoje 2 kilometra larg,
derisa e morën vesh ata që punuar punë krau dhe ti. Po. Edhe ti të ka kap punë krau Po, më ka kapur. Më ka kapur sepse duhet punoja që të paguaja qiran aty, kupton? Sa ajo kohë ka qenë. Punove me perifrak, me rrethime tokash. Me rrethime tokash, edhe me betonjerë, bënja betonin aty, që është çonja llaçi natyra zotrinëve aty. Po kur i thrisi atyre punëtorëve, si i thrisi? Jo, ishim 3 veta. Po kur ishte larg tipit? Hajde! Jo, se bëja do të hajde aty. Nuk e dinin ata që isha Ela! Kupton? Edhe ju çonja atë llaçin aty afër, ju çonja drasat ku deshin ata dhe derisa u shkëputa nga ajo që erdha, derisa e mori vesh. Afërsisht një 3 muaj. 3 muaj ka punuar, jo më shumë. Ka shumë, më raftë të pika. 3 muaj dhe shamë, ne unë këtu, Allah, kupton se kisha dhe plokët e gjata edhe bota ime ishte në vend tjetër. E doja shumë muzikën. E kupton, po kushtet më sollën që unë të qëndroja aty, sepse ashtu ishte momenti. U ktheva përsëri, filloi punë në teatr, edhe vazhdon pasaj për shumë vite, ti isha si profesionist. 11 vjet, Andon Zako Çajupi tek teatri. Në teatri Korçës, me aktorët më të mëdhenj të gjithë filmave shqiptar, domethënë kanë qenë aty, edhe kam mësuar shumë gjëra nga ata njerëz. Kam mësuar domethënë që ti je artist, duhet shumë punë. Kjo fiks këtë doja të të pyesja. Cili do të ishte konkluzioni i raporteve dhe marrëdhënieve që ke me gjithë ata njerëz që kishin eksperiencë, ishin artistë vërtet? Kush do ishte konkluzjoni? Ti je artist, do shumë punë, apo ti je artist, është diçka tjetër? Cili do ishte konkluzjoni? Një fjali. Zoti të jep një dhunti, ta jep artist lëkun. Por të duhet shumë punë. Duhet shumë punë për të kaluar në një dimension tjetër. Dhe për të bërë diçka, domethënë që ta duan gjithë njerëzit. E kupton, për të dhënë një mesazh të fortë, për të dhënë një këngë më të fortë, sepse çdo gjë është përbërë, çdo gjë ka të bëjë me punën, me vitet, domethënë po pa punën ti je zero. Ti mund ta kesh atë talentin, por nëse ti atë talentin se përdor dhe nuk fillon të punosh fort, të punosh, të studiosh, të bësh, të dëgjosh, të shikosh çdo gjë, domethënë mbetesh në vend. Mbetesh në vend. Mua më thua që kam investuar për këtë ditë. Po, atë gëzuar, po, me Kodigo. Ore se mos ma marrojmë, thuaj. Jo, po e marruam, do porosisim Kodigo prapë të vi. Po direkt, që unë e piva këtë, time. Ne ata mbushin që ka masë, mos lë kështu. Po pse na morët qafo Gena? Po çfarë të bësh tani? I ka profesion jo Gena. Ore, pi alkool kështu? Zakonisht unë nuk përdor alkool. Jam shumë i saktë në punën time, edhe grupin që kam çunat i kam nuk përdorin alkool. Shkojmë, mbarojmë atë punën, jemi të fokusuar në puna jonë. Pastaj kur na ndodh dojnë drek, dojnë dark, që jemi kështu për qef, do ta pim një gotë, një shever, kupton sepse është normale. Normale, aq. Ditët që mbarojnë me ë, pim. Po, me ë. Fiks. Dakor. Ore, ne të po duha shkalojmë edhe në shtata direkt. Ore, na kalën Covidi me pasoja, o Joni. Ti se beson që na kalën Covidi me pasoja? Jo, vetëm ty, të gjithë. Kur linda tha, Zoti më dha 2 alternativa. O do jemi bukur, o do ke memorie të mirë. Qa zgjo dhe tha se majmënd. Do më thënë një. Ja kishte goditur qarkun. Asnjëra s'kam zgjedhur më duket. Dhe nga Andon Zako Çajupi 11 vjet. 11 vjet vinë në Tiranë. Ku bëhet kalimi? Si e vendosi do vish në Tiranë? Vim dhe luaj muzikë këtu në lokal, ka qenë shumë janë amaterë. Roza Fapalas. Daksi Roza Fapalas, daksi. Pa, por ajo tjetra ka qenë një Rozaf tjetër këtu në Nëntkaqet, në Kentel, fantastike. Edhe fillojmë aty muzikë, mbeta në Tiranë, iknja, po s'më dukesh interesante, domethënë që bënja atë rrugën. Fillova ta doja Tiranën. Më dukesh që kishte një energji shumë më të madhe. Domethënë e kërkoja këtë energji. Domethënë mbase ishte ajo që këtu kishte shumë njerëz heterogjen nga shumë krajina të Shqipërisë. E qartë. Edhe mua më ndihmovi shumë. Edhe stabilizojmë shtëpi. Vim këtu jetojmë, edhe pastaj filloi zakonisht. Fillova në një lokal tjetër në që quhesh Alfa atëre, edhe aty vinin njerëz shumë të mirë, me klientë shumë të mirë. Edhe nga aty në lokal tjetër, se lokalet ka qenë pafund.
Edhe nga jo ditë, edhe deri sot që plasim, s'kanë baruar asnjëherë këto lokale, ose diskotekat, ose klapet, ose koncertet, ose dasmat, ose gëzimet familjare. Jam gjithë kohës aktiv. Për 9 vjetë kam qenë në Kosovë. 9 vjetë në Kosovë, do më thënë, s'kisha kohë të kthesha as këtu në Tiranë, isha gjithë kohës aktiv, sa bëja edhe 2 koncerte në ditë. 2 koncerte në ditë, po bëheshe fjalë për 3-4 muaj. 3-4 muaj që e frikshme. Shumë. Shumë e frikshme. Çfarë konsumohet më shumë? Durimi, energjia, zëri, fizikisht, si të konsumon më shumë, në çfarë aspekti? Mendoj se ti në një artist jep fal shpirtin, kudo që, kupton? Jep shpirtin për të kënaqur njerëzit dhe për të dhe ai shpirt është i joti. Është i joti, po ti ashtu ke lindur. Aq sa ndjen, aq do japësh, kupton? Po mendoj se lodhja bën të vetën, domethënë që ty të konsumohet një farë energjie. Sepse kaq lodhje e madhe dhe kaq punë e madhe, normalisht dhe kur ti jesh. Po sigurisht. E kupton? Do fillosh të ndryshkesh, do ashtu. Pra ti thua nuk jep dot më atë maksimumin të, nuk ke më atë. Maksimumin e kam. Po nuk mjafton. Shko çfarë ka ndodhur. Unë kam filluar tani, kam një periudhë të gjatë për shembull që i reduktoj shumë gjëra. Domethënë, nëse atëherë shkonja dhe bënja 2 koncerte ose bënja edhe koncerte për natë, kam hedhur në një pikë tani që bëj më pak koncerte. Bëj më pak koncerte dhe për të vlerësuar veten time. Për të vlerësuar veten time dhe për të rojtur edhe zërin, edhe imazhin tim, edhe shëndetin. Edhe shëndetin. Kupton se vitet ikin. Të gjithë që punojnë në jetën e natës më thonë të njëjtën gjë, që është konsumues. Është konsumues. Me gjumin si e? Me gjumin jam mos e pyet, ku tret qameti. Ngrihem 2-3 herë, domethënë flen orën 5 të mëngjesit. Seriozisht? Prapë më del gjumi në orën 7 të mëngjesit, pastaj shtrihem prapë, edhe kur më del nga ora 12. Domethënë ti fle pak a shumë 5 me 12. Po. Ky është orari. Po, ky është orari. Mendoj se nuk je i vetmi, shumica që njoh flen 3-4 të mëngjesit. Të gjithë ata që kanë punuar natën e kanë këtë problem. Që kanë punuar për një kohë të gjatë, sepse ajo bëhet memori në tru. Domethënë, kur fillon ti, je gjatë ajo, e ze atë skanerin atë. Tek e pesta, se më humbet të ritmi kështu se s'mona di. Mos gatrojmë salsën. Ja. Ora që ka fantastike. Po është për njerëz që din ta shijojnë, është për njerëz, s'është për kjo unë ndiej çik më shumë. Mirë është. Është normale. Po është normale, më gënjej unë. Kur kuptove në karrierën tënde që jam mirë? Jam mirë, që kam vërtet mirë. Atëherë, kur kuptova? Ishte një moment për shumë gjithë që ja ku jam. Jo, kuptova kur fillova të më doni njerëzit dhe në çdo vend ku shkoja unë e kisha të garantuar suksesin. Kisha njerëz pafund, këndonin këngët e mia, kisha duart orkidje. Aty kuptova që unë kam arritur diçka dhe jam mirë. Megjithatë unë nuk mjaftohem me këtë sepse e mira s'ka fund asnjëherë. Domethënë, unë përsëri nuk kënaqem asnjëherë edhe kur zgjen një këngë, them, ore, mund të ketë defekte, sikur ta kisha bërë këtë kështu, sikur. Je perfeksionist? Jam shumë. Je shumë, Jam shumë. Detajist e pash, para se të nisem emisionin e pash, që more me çdo detaj. Edhe kur shkoj në studio mbase ja u nxi jetën edhe aty, ja hiqe këtë. Detajist është. Normalisht edhe ritmikën e njoh se kam rënë bateris, edhe i lodh një çik me ritmet, me këto, me beatin, jo dua beatin këtu, jo. Edhe kur luaj live me muzikantë e mi, e kërkojnë çik ashtu se ç'e dua unë. E pëlqen muzikën live? Apo vetëm live? Muzika live është dashuri. Edhe si konsumator flas. Edhe si konsumator. Nuk dua të dëgjoj playback. Jo. Më pëlqen live sepse edhe një gabim të bësh ti je live. Është natyrale, është pjesë e njerëzores. Është dashuri. Live është dashuri. Live ka dashuri brenda. Ka ajër, ka energji, ka çdo gjë. E vërtetë është. Ke një komunikim. Po, ke komunikim, ti je me publikun, ju kthen mikrofonin atyre, ata këndojnë, në një momenti mund të kesh të kam një koll e heq, kurse në... Po. Është robotike, është pa emocione. Playbacku është, do futesh atë USB-n ose si din çfarë është ajo, dhe do dalësh aty edhe njerëzit s'ka nevojë për atë. Si e vlerëson
cilësinë artistike në Shqipëri, si eshe? Në raport, ose më saktë, kalimi nga... Ka qenë shumë më mirë më përpara. Ka rënd? Ka qenë shumë më mirë. Muzika që ka qenë në Shqipëri fantastike dhe shumë mirë dhe ka qenë një kohë që gjithë njerëzit i kushtonin shumë rëndësi këngëve të bukura, teksteve të bukura, live-it, edhe u prodhuan shumë këngë, domethënë, ose materiale muzikore që sot kanë mbetur dhe do mbesin gjatë. Kupton? Kurse tani është bërë komerc. Është digitalizuar pjesa më e madhe e muzikës, sepse dhe koha ndryshon. Kjo është një krizë botërore, nuk është vetëm se ka vetëm Shqipëria. E kupton? Domethënë, ata këngëtarë që kanë bërë muzikën e viteve 90, më të mirët e botës, duke filluar Tina Turner, Jackson, muzika i përmend gjithë, janë të papërsëritshëm. Tani jemi në një epokë tjetër ku, domethënë, i kushtojnë rëndësi bitit më shumë, edhe 3 fjalëve, për të kapur një komerc, edhe ato fjalë përsëritin gjithë kohës. Edhe kjo është. Në njerëz janë as fjalë. Si janë fjalë, bravo. Në njerëz janë edhe tingu. Si janë fjalë, bravo, janë tingu. Çka ke bë, çka ke bë, çka ke bë, çka ke bë, çka ke bë. Edhe u bë. Po të sonte ty lagi me shampanjë, lagi me shampanjë, lagi me shampanjë. Po. Edhe mendoj se nuk është kjo muzika. Muzika duhet të ketë një melodi të bukur, duhet të ketë një tekst të bukur. Duhet të ketë shpirtin brenda. E vërtet, po interesante është që në periudhën që mendoj se artistët ishin më të kompletuar teknikisht, ishin shumë të zotë teknikisht, jetuan në një periudhë në Shqipëri që sistemi nuk u lejoi që të eksperimentonin dhe të ishin të lirë me teknikalitetin e tyre. Sot që kemi lirin, nuk kemi cilësinë teknike. E vërtet është. Bëjnë bite elektronike, ja si shbën dhe joni është këngëtar, ta dish. Shumë e vërtet është. Domethënë, shumë e vërtet është. Kjo është edhe për ndikim të kohës, jetojmë në kohra të tjera dhe kjo është një krizë botërore në gjithë botën. Është kjo. E vërtet është, po nuk është kur del diçka në Amerikë, vjen këtu më njëherë. Nuk është se ka ndodhur vetëm në Shqipëri, është e vërtet. A ke ndonjë këngë që është më e preferuara jote nga të tuat? Unë kam shumë këngë që kam të preferuara. Për shembull, ishte Nat Bintashi, që dua shumë, edhe e këndojnë të gjithë njerëzit ku shkoj. Salot kam derdhur për ty. Është një këngë të mia më të bukura që Amano të lutem, më kapë një pjesë, mama. Ka marrë për masa të mëdha. Salot kam derdhur unë për ty, sa shumë të kam dashur, më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Ku janë duart rokitjet më jonë me Peçak? Janë duart rokitjet, janë. Ishte zëri dytë që e bëri të gjithën, ta dish. Patjetër. Këto janë këngë që kanë shpirt brenda, kanë fjalë shumë të bukura. A e beson vërtet këtë? Shiko, për një periudhë besoja. Dashuria sa i sinqert për zonë. Dashuria ka qenë shumë e vërtet. Okej. Në kohën tonë, për shembull, ti të rije me një vajzë afër ose të prekesh kështu ndjenjë dashurie vëlla. Po. Ishte edhe mosha më. Po, tash ta marrësh në kurriz. Janë bërë njerëzit si robot. Janë bërë njerëzit si robot, nuk dinë më vëlla. E surprizë ishte bukur. Po pra. E lezetshme. E kupton, kështu që jo. Koha jonë ne kemi dashuruar me shpirt. Kur mor koha juaj tani? Koha jonë. O gena, po ke qenë i ri mor burr. Por në komunizëm martoheshin kështu. Mere se është djali doktorit, djali tjetri tani. Në rregull. Interesi ka qenë. Në rregull, flas. Po kur ishe ti i ri. Kemi pasur ndjenja të vërteta. Po dhe tani ka. Nuk kanë ndjenja të vërteta. Po janë breziri. Po. Sa je i ri, je budalla. Këta ke telefonat, da marrin telefonin, ç'a bënë mirë. Do vish sot në ora 4 mirë thot ai. A nuk ka këtë thua këtë këtë poezinë e bukur të filmit. Ka pasur magji. Ajo magjia, bravo. Shiko, ajo magji nuk vjen më. Mbase të thash telefonat, ndryshimi i shumë gjërave. Bravo, kanë jetuar. Ke të drejtë, se kisha menduar. Kemi qenë shumë më afër me njerëzit, se s'kemi patur këto, s'kemi patur YouTube, s'kemi patur telefona, s'kemi pasur. Ka qenë më pak materialiste shoqëria, mendoj. Kemi bënim aksione, njiheshim më shumë me njëri tjetrin. Atëherë s'kishin gjithë. Po pra. Kurse tani thritë një për aksion, këta s'vjen asnjëri vëlla. Ç'aksion? Jo, e them se po bën një aksion në shkollën. Hajde vemi te 6-a direkt. Hajde 6-a. Momenti i 6-a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Kjo është, Po. Hajde. Ja, ta provojmë. Po s'ka, më doli shumë tolerant. Nuk... Të gjitha këto salsat janë fantastike. Domethënë, duhet i kisha bërë me sheqer të gjitha këto zot i prekje. A, ti nuk ha sheqerin? I ke marrëdhënie të keq? Jo, nuk më pëlqen të Hamlet.
Nuk pëlqen të blat. Kush është e preferuar? Kush është ushqimi jot i preferuar? Ushqimi i preferuar. Në fakt mua më pëlqen këto djathtë se ndaj asnjëherë. Ndo qef, bulmetin. Po bulmetin. Ke qef? Nuk është mirë. Por e dua. Si do duket kjo? Cila? Salsa. Shumë e mirë. Nuk dha asgjë? Jo. Është super valla. Është tolerant o vlla. Kur them është tolerant, Është super. Dakor. Kush është kënga nga të gjitha këngët që mendon ose jo mendon, po që ndjen je hasur që njerëzit e pëlqejnë ose të njohin prej? Po, është një natë më prisë të drejvon, është nga këngët e mia më të bukura. Mos gaboj, e kemi bërë videoklip para 20 e sa viteve, me Ermira Kolën, e përshëndes dhe atë. Ç'bën ajo vajzë? Edhe ajo vazhdon tani me muzikën, se një periudhë është shkëputë ajo. Megjithatë, ajo është nga zërat më të bukur, edhe është një këngëtare fantastike dhe vajzë fantastike. Gjej rastin ta përshëndes dhe kam këtu në kënga. Kjo këngë është një që mori për masa të mëdha. Domethënë, unë dhe ta këndoj sot e din të gjithë. Pritri se s'më vjen teksti, ora Covidi. Po pra. Pritri se na vjen teksti. Natë nëna më priste deri vonë, kishë në shtrat por s'kishte gjumë, djalo, kështu mos mu vono, se ka me rak shumë. Edhe kjo këngë është që e dua shumë sepse në fakt nana është ajo dashuri që nuk kthehet dot më në këtë jetë. Dhe them që nga nana e kemi gjithë jetën, pavarësisht se unë se kam edhe do doja shumë ta kisha nanën gjallë, sepse një buzëqeshje nanës është sa gjithë bota. Mos sa bë emocional të lutem me këto nëna, gjyshet, roli... Edhe gjyshet, se na kanë rritur, kupton? Edhe janë sa lidhje, domethënë, po që në këtë botë Zoti ka dërguar nanën për të kujdesur, domethënë, s'ka dërguar, domethënë, njerëz të tjerë, ka dërguar nanën. Ëngjit. Po, ëngjit, po. Si ke pas marrëdhëniet e të? Fantastike. Domethënë, me raportet me nanën kanë pasur fantastike, megjithëse ka qenë natyrë butë, domethënë, i pëlqente shumë muzika. Ja ke marrë, nënës ja ke marrë dashurinë për muzikën? Mbase ja ka marrë dhe nanës, po dhe në familjen time ose në sojnë e nga krahu i mamas time janë afërsisht një 30 muzikantë. E kupton? Mbase është dhe ADN. Është gere patjetër. Është ADN-ja, po se ke dhe do flasim dhe për ADN-ën. Edhe mendoj që me maman kisha raporte shumë të mira. Babain e kam pasur intelektual, e kam pasur njëri që më kërkonte, edhe ai ka vdekur i ri. Më kërkonte gjithkohës ti isha dikushi, domethënë ka qenë gjithkohës, kurse nana ka qenë një natyrë tjetër, domethënë dhe kur bënja një gabim, unë thësh lere, s'ka që do ta rregulloj djali, kupton. Në pak s'duhet ishte ashtu, e kupton? Sepse zakonisht njerëzit të kritikojnë, ata të bin tezësh përpara, domethënë dhe kritika me tepritës nuk është e mirë. Dakord jam pjesërisht. Unë isha duhen të dyja. Isha në mes dy energjive, domethënë një energji domethënë që kujdesesh e gjithë kohës për mua, domethënë dhe më mësonte se çfarë ishte jeta, dhe një energji që më jepte shumë dashuri, domethënë dhe me atë qetësinë e vet, më jepte shumë paqe dhe më jepte shumë relaks. E di pse duhen, mendoj edhe pse jo detyrimisht përfaqësojnë të dyja këto gjinit eksaktësisht këtë sjellje kundrejt fëmijëve, por zakonisht është kështu. Nëna është ajo që të do dhe të pranon me të gjitha tmetat e tua. Dhe pranon çdo gabim tëndin. Babai zakonisht është ai që të shtyn për të përmirësuar dhe të vendos sa kufi dhe ca korniza të cilat ti duhet të bësh për të qenë dikushi sepse ashtu duhet. Dhe më duket sikur shtysa e babait për të qenë më i mirë është e nevojshme, por edhe dashuria e mamas për të pranuar edhe gabimin, që mos kesh frikë të marrësh iniciativa nga frika e dështimit, të dyja bashkë të bëjnë që të ecësh përpara. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Se dhe nganjëherë, në qoftë se ti ke të bësh me njëri që të kritikon gjithkohës,
të trëmbë pastaj, të frikson, të mbyll. Jo, s'do jesh ti më. Ai qartë. Kupton, do fillosh ore, çfarë kam unë me veten? Fillon ti ve veten në dyshim. Besh konfuz. A jam unë ky njeri që duhet ta bëj këtë ose s'duhet ta bëj këtë dhe fillojnë problemet. Njeriu duhet të flasë në momentet të caktuara dhe kur ke një diçka për shembull një gabim ose një ashtu që duhet të kritikoj, po jo gjithkohës. Gjella me krip, kripa me karar. Me karar. Bravo. Te shtata Inshallah na jep në një reagim, kena aty jeni, po. Inshallah na jep në një reagim. Ja po ngjoj nga Dukrat. Shumë mirë. Fantastike. Varelisht. Shiko, unë hanga këto më djegin, jo. E mirë, kjo ka, në krahasim me këto tjera, kjo është më djegse. Deri tani ku ishim këtu në shtata, është më djegse, do më thënë kjo të leja të shijen e djegses, kur sa do ishin më soft, më të buta. Fakti që mund të jetë në gjendje që të bëj analizën e çfarë bëjnë, do thotë që hajde gëzuar. Ore ujë s'kemi, ha? Kemi, orë që s'kemi. Gena dogji. Jo, kjo djek, është fiks. Sa ta që unë edhe e bëra nga 2 Dukrat. E këtu. Jo, kjo djek tamam. Do më thënë, llogarisë që bëra unë nga 2 Dukrat, nga bëra shumë. Besoj se mirë jemi. Super jemi, hajde. Super. Është se dërlijon. Hajde. Hajde. Atëherë, tek ideja jam. Po. Një këngë besoj që të ka përndjek këngë. Po këngë mo, Tuman Kuqja. Si është historia, ç'deshe ti me këngë çame më zotëri? Kjo është pyetja tani. Atëherë. Është një nga këngët më të bukura shqiptare. E drejtë. Ym në studio për të bërë një kolazh. Mos gaboj përpara një 10 viteve. 10 viteve, kupton? Dhe me një dashuri shumë të madhe në studio kur e bëm këtë këngë. Edhe në atë kohë unë isha në Kosovë, punoja në Kosovë. Dhe më vjen ma merr këtë album një shtëpi diskografike. Në Shqipëri. Jo, e Kosovës. Edhe ma kërkojnë ata për një shumë pak lek, do më thënë 500 euro. Kolazhi? Kolazhin, gjithë kolazhin, si është kolazhi sot. Do më thënë, atë që dëgjoj njerëzit sot, do më thënë, ai është kolazhi. Qartë. Do më thënë, që kur fillon, hajde më i Gushbardha, Tuman Kuqja, edhe vazhdojnë pasaj me këngët e tjera. Ajo kohë ishte edhe si kushtovarën si, kupton? Edhe ashtë, kupton, a e thash se po do dele edhe si dije dhe do ta dëgjojnë dhe njerëzit. Kalovi s'ka as një vit mos gaboj dhe pash që kjo mori një super sukses dhe e dëgjonja në çdo vend që shkonja në Amerikë. Ishte kolona zanore e çdo dasme. Shkonja në një klub, e lëshonin kudo. Shkonja në një festë ditëlindje. Edhe mos gaboj tani duhet jetë, do më thënë sepse ai që ka tash aktualisht do ta ketë një 40 ca milion. Plus ato që kemi hedhur dhe neve. E kupton? E kam hedhur dhe unë, edhe duhet të ketë bërë një 7-8 milion. 40 e ca milion pikime. Pikime të pastra. Të pastra. Sa na bie ajo no si? Sa na bie si shifër, na bie ca. I bie, po domethënë këto lekë diasporë, klikimet diaspore të ardhurat. I kisha të gjitha nga diaspora. I kisha nga Zvicra, nga Gjermania, nga Franca, nga Australia, nga Amerika. Na bëj çik llogari jono. Nga Amerika, nga gjitha 500 euro ke shit këngën. Po. Ndërkohë që ajo nga po na bën llogaritë joni pak a shumë trash. Po, edhe ai që Po që deshe ti mor për pse? Shiko, apo kush e priste? Shiko, po ta di njeriu kur vdes. Qartë, po është. Po në vetë gjitha gjërat, kupton? Është interesante kjo. Problemi është që ajo kohë ishte atëherë, nuk ishte shumë dhe YouTube-i, domethënë që kishte ndonjë forcë të madhe dhe ne nuk dinim. Domethënë dinin shumë pak artista, domethënë që
Edhe ata që dinin, domethënë, prap e hanin golin nga ata që kishin kanalet. Megjithatë, nuk i kushtova rëndësi, se kaloi dhe një kohë, aktualisht ajo është një nga këngët më të dëgjueshme. Edhe nga kolazhet më të dëgjuara edhe sot e kësaj dite. Domethënë, në çdo festë të shkosh, është do vihet. Ajo nuk diskutohet, ajo është një nga këngët më të dëgjuara. Domethënë, ajo, këtu kam pas dhe Shpat Kasapin, Valle Kosovare. Po, valle. Idhe valle lulja ime, idhe valle. Me këto dohet bëje një kështu një na Jo, ore. Po. Me 5 Po. $200? Po. E sigurt. 5 euro për rreth 1000. Ore, po të futesh dhe reklamat, edhe gjërat, edhe 5 euro për 1000 klikime, pak a shumë. Diaspora. Her 40 milion. Mos është $20.000. Bëjni vetë llogaritë shtëpi, po të paktën është 20, është 20.000, është 200.000, domethënë, gjithsesi. diçka e këtill do jetë. Joni, në mona luaj mend tani, prit një sekond, prit ta bëjmë. Këto ta bëjmë kështu për shpejtuar. 1000 klikime $5. Po. 4000 klikime 40 milion. 4000 klikime $20. 40000 klikime $200. 400.000 klikime $2000. 4 milion klikime $20.000. 400.000 klikime $200.000. $200.000. Po ja, jo 200 po themi, mos e kap me 5. Ore, zeret e hajde $100.000. S'jam pak. Nuk jam pak. Domethënë, një album që shitet për aq pak lek dhe tjetër përfiton nga vokali jot edhe nga që domethënë bëjmë një kontratë kështu të thjeshtë. E kupton? Asa e kontrata s'ka vlerë, ose ishte kontratë një vjeçare, domethënë, edhe kur ja kemi kërkuar këngën, jo nuk na hap telefona, kështu vazhdojnë gjërat. Sa pe telefoni. Jo, e di pse. Tash s'ja blen tash të merresh. Jo, dakord. Unë e kuptoj. Shiko. Ti je natyrë që i ke pas marrëdhënie të mirë në ambientin artistik dhe mendoj se pikërisht sepse je njeri që je tolerant dhe i mirëkuptueshëm, po nuk do të prishesh dhe kot me njerëz gjithsesi. Kjo është një arsye për të prish me njerëzit fakt. Po jo, në fakt. Unë do isha prish shumë keq ama. Unë do dilja kështu valla. Do dilja në protesta. Ku kishte protestë këta të ndryshme, do dilja dhe unë më jepni lekë. Megjithatë, tash i kanë ndryshuar shumë gjëra. Tani nuk fal më besoj kështu. Jo, tani dim çfarë shitu. Po s'e ke bërë më kolazhin bu? Dish, shiko kolazh kam bërë në 2023-shin. Ke bërë? Po, kam bërë në 2021-shin. Një kolazh ka qenë popullor, tash i nxjerr prapë një kolazh tjetër. Ai kam gati. E kupton? Ku ndihesh më mirë ti? Atëre, preferenca ime shpirtërore dhe artistike është balada. Okej. Për të vetëm arsye sepse unë gjej veten aty dhe shpirtërisht ndjehem shumë artist kur këndoj. Ndjehem shumë mirë me shpirtin tim, plus që në një baladë ti ke mundësi të transmetosh tekste ndryshe, atë veçantinë tënde që ke ti të veçantë. Domethënë balada më jep këtë mundësi. Edhe të shkojë në fakt. Faleminderit. Sepse je i ndjeshëm. Faleminderit. E tham fillim, kemi një lloj sensualiteti. Sensual. Kemi. Në fakt Gena ka një gjë interesante, meqense unë lexoj, bëj dokumentare të tjera me radhë, e dalloj shumë mirë që ke një super zë për narracion, për të lexuar dokumente. Ose thuaj se do na marrin këta televizionet edhe. Pse jo paguajnë shumë mirë. E di. Paguajnë $500 në muaj. $500 në muaj edhe pastaj bie që të lë këngën valla. Mrekulli jemi tek e teta. Po. Jemi tek e teta. I mrekullueshëm deri tani po e shoh shumë këtë intervistë. Teta ashtu më? E mo teta është pas 7-s. O zoti i madh, është se dërli edhe unë me ty bashk. Ja. E bë ti, e bëj edhe unë. Ta morën qaf. E mirë. E mirë. Super. Super. Shumë mirë. Ishim këtu, tash i kemi 19 vitën. Super. Ja hodhi për zotin. O vlla, je i ha djekset, më haroj filmi. Jo more, të thash jam në habitatin tim. Domethënë, unë djeksin e përdor në çdo ushqim. Domethënë, mund ta diçka e dua me djeks. E dua me djeks. Ti i ha, po jo i ha, po i. E kupton? Po djeksi është shumë i mirë aman. Për organizmin është shumë i mirë. E varet sa.
Ja, indianët për shumë konsumojnë shumë djeg se jetojnë gjatë, jetojnë mbi 50 vjeç. Çfarë thua? Varet se sa shumë konsumon dhe varet çfarë djegsi është. Nëse janë produkte të mira për shembull, është mirë. Ndihmon për qarkullimin e gjakut. Për ata është, për gjakun është. Është alluz gjaku, është për ta për venat, për zemrën. Asë gjë, vëlla? Po. Nuk e toleron totalisht. Jo, ma kam shumë mirë. Jam super. O, jo, no. Se djega sa cidi, vëlla. Allah, së zas për korendi me këto që kemi kaluar një jetë. Tamam. Jetë e vështirë. Gjithsesi, nëse ti do takoj veten tënde të para 25-30 viteve, po themi që ishe në fillimin e karrierës, me çfarë ke arritur deri sot? Dhe në kushtet në cilën ti e ke jetën, do t'i thoje që të pret një jetë e mirë, apo të pret një jetë e vështirë, apo mendon se do t'i thoje që nuk e arritur aty ku prisje se do arrije? Do korrigjoja shumë gjëra. Do korrigjoja shumë gjëra, për shembull do bëhesha më selektiv, do bëhesha më kërkues. Më selektiv ndaj njerëzve, Edhe ndaj njerëzve. Mendon se ke investuar shumë tek njerëzit? Kam dhënë maksimumin tim, kam dhënë shpirtin. Dhe domethënë nuk e merr asnjëra të qep. Dhe do isha shumë i kujdesshëm për kur vinte puna për menaxhimin e të ardhurave. Si ke menaxhuar mirë? Nuk i kam kushtuar shumë rëndësi, domethënë i kemi shpërdoruar, i kemi jo kang, jo ashtu, jo, domethënë po dhe nuk kemi ditur. Të jemi të sinqertë, domethënë, në qoftë se do isha me këtë mendje përpara 30 viteve do isha tjetër gjena. A mendon sot i mas pse e kuptoni që duhet paguem mirë euron muaj vetëm për këtë që po i fut vetes time, do përvlohem, stomaku im është bërë kështu si zjarrfiksi e Tiranës. A mendon se pikërisht fakti që je kështu siç je ka sjell këtu ku je? A mendon se nëse do ishe më i kujdesshëm, më menaxher i paras, nuk do ishe ky gen? Pra, në sensin që janë totali veprimeve që ne bëjmë të mira apo të keqia që na sjellin drejt suksesit. Ti më bëre një pyetje që po të ishe para 30 viteve. Qartë. Thash do ndryshonja se gjëra. Po mendon se po të kishe ndryshuar do kishe ardhur këtu? Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di do isha këtu apo jo, por nganjëherë dhe ajo shpirtmallësia tënde dhe ajo energjia jote e pastër dhe që ka të bëjë dhe me marrëdhëniet me njerëzve të sjell këtu ku je sot. Është problem i artistëve në tërësi, që janë shumë dedikuar. Megjithatë, unë vërtet mendoj që arsyeja sepse je i suksesshëm në këtë fushë është pikërisht ajo çfarë mund të të bëjë që të jesh shpërdorues ose menaxhues jo i mirë i parave. Megjithatë, a paguhen mirë, a ja vlen gjithë kjo sforca, gjithë kjo lodhje, gjithë kjo sakrificë që bëjnë, sepse mend kur kisha Aratin, po. E diskutuam me Aratin, tha që na ka ndodhur në dasëm, tha që janë hedhur 100.000 euro. Po. Dhe është e lodhshme tha kjo jetë, domethënë është konsumuese. Po. Dhe kishte komente, sidomos TikTok, që për kurioziteti po i lexoja, që thoshin shiko, e lodhshme dhe strapacuze është punosh ndërtim, nuk është të këndosh. Ti del aty o lali thot, ja fut 2 lule. Nuk është aq e thjeshtë. E pra. Nuk është aq e thjeshtë. Sepse në momentin që se për shembull të kapim një rast, vjen njerëzit në stadium për shembull thresin gol. Ose kur thresin që shkojnë një ndeshje, ditën tjetër janë gjithë të ngjirur. Gjithë pa zë. Pavarësisht se neve kemi krijuar një imunitet edhe vokale dhe domethënë sepse është si punë e fitnessit. Në qoftë se ti ushtrohesh për ditë, muskujt do jenë mirë edhe kortat ashtu janë. Por mendoj që kjo është e lodhshme. Është e lodhshme sepse në qoftë se ti do këndosh si një robot, sikur të ka dërguar ChatGPT-ja, domethënë do je një klon aty, ti do japësh shpirtin vëlla. Do japësh shpirtin, do bësh me njerëz, do të vijaj tjetri, do ta sqarosh, unë flas për veten time, unë kur shkoj në një koncert, në një dasëm, në një event çfarë do të jetë, jap maksimumin tim. Dhe kam një lloj ankthi përpara se të hip në skenë. Sepse ky ankth ka të bëjë me përgjegjësinë. Domethënë që unë dua të jem sot, të shkëlqej. Derisa kam mikrofonin. E pashi e detajist vëlla. E kupton? Derisa kam mikrofonin. Po kjo të argjon. Mirë. Sepse ka të bëjë me shpirtin. Të konsumon shpirtërisht. Po pra shpirtin.
Po, sepse ti jep shpirt për njerëzit. Kurse kur bën llaçe tulla, Po. nuk je pjesë nga shpirti. Je lodhje fizike. Je lodhje fizike. Je lodhje fizike. Për shembull, e di ti Joni. Po, patjetër që unë e di. U fut në lojë. Jemi tek e nënda. Po inshallah të djeg, po do t'i sjell atë po nuk bëhet fjalë. Po i kësa më mërzitë, ç'është ky? Nënta është këtu? E nënda është pas tetës gjithmonë. Shi. E liu jon. E leva. Po e lyj dhe unë, se mos thua që nuk, ë? Mjafton apo ta lyj akoma? E po si më ndoqi në gojë jonë, ma pak kështu, mos. Jo. Nuk të ndoqa në gojë. Mu duk se kjo ishte më djegse se këto tjerat. Shtata. Mu duk më djegse. Kështu që mos keni ngatruar radhën. Jo, mos kemi gatuar. A edhe që kujtani? Jo, s'po e pi për djegsen. Unë e pi se më pijet. Dhe kur erdha këtu kam kërkuar ujë, pa filluar djegsat. Kush është shifra më e lartë që shet ndonjëherë në një dasëm? Edhe njerë, duhet ta di këtë cilëti? Korçar. Më falni si e bët. Po. Shifra më e lartë që shet ndonjëherë në dasëm. Që sheh. Është hedhur. Është hedhur. Ka pasur raste edhe 150.000 euro. A mo, seriozisht e ke tani? 150.000 euro. Po ju si kemi marrë ne? Kush i merr? I marrën njerëzit e shtëpisë. Ah, Po pre? a pse nuk është në ato raste që Jo. Ka ndryshuar kora tash, shumicën e më përpara për shembull kur ideshe bakshish, e merrte Cili është bakshishi më i lartë që mund të ketë ndonjëherë? në Orkestrës. Në orkestër. Po për shembull kemi pasur raste që kemi marrë edhe 12.000, edhe 13.000 për njeri. A kupton? Shik zë snava. Edhe 13.000 euro çfarë? Shiko, të gjithë artistët i kanë marrë këto shifra dhe nuk është një shifër që po e them unë edhe wow do ben, wow. Na çuditi ky. Na çuditi Gena me këtë shifër që na tha kanë marrë dhe më shumë se mua, kupton? As gab. Kush është shifra më e lartë që ke dëgjuar që ka marrë një këngëtar si bakshish? Nuk jam marrë. Nuk e di këtë, nuk merresh me pjesë të tjerëve, po Nuk merre me, kupton, sepse ato janë shifrat e tyre. Kam komplet për të ndërtuar një perceptim sa mund të jetë në gjendje të hedh një njeri për shembull thjesht për qef. Për shembull të 20.000 euro orkestrës. Shikon, ne jemi popull që po ti kemi xhepat e mbushur me lek, japim të gjitha ata. Po prit se kam dhe një. Dhe në momentin që fillon gota e tretë, Po qartë. aty fillon gjithë. Unë nuk e di pse bankat nuk shërbejnë alkool. Dhe ka filluar tash për shembull kanë filluar shumë njerëz për shembull nga që e kanë shpirtin e madh, marrin dhe kredi valla. Marrin kredi që kur vjen një sebeb të hedhin lek. Kupton, ke parti kështu. Seriozisht? Po. E ke dëgjuar që merret kredi për të hedhë? Po. Marrin kredi që domethënë ka në atë setrën e smurë që dua të jem ta shijoj. Vetë te banka i thua ma bëj një zeçe se i duhet. Qartë. Interesante. Ora, më zgjidhej një kuriozitet se dua të bëj një ballafaqim, një krahasim të asaj që dëgjova me atë që mund dëgjoj prej teje. Cilat janë zonat më që kam dëgjuar Juliana Pashën, ka thënë, Ratin, pra u bëj edhe një ballafaqim të tretë. Cilat janë zona më qeflie? Qeflie. Qeflie që krajina që janë shumë të qefit. Tash unë i quaj qeflin të gjithë. Gjithë. Të gjithë i quaj qeflin. Për shembull, Më thënë kavajen shumë. Kavaja e do muzikën. Laçin, thënë. Laçi, domethënë ka veriu, e kanë gjithë veriu është qefli. Po dhe ti po të vesh në Korçë, po dëgjuan muzikë, e ke qeflin. Domethënë në çdo familje ka një gjirokastër ta. Jo, ka një njerëz që i bie kitarës. Domethënë Në Korçë? Në Korçë. Korçë po. Tash ke parë ndonjë vend që për shembull në një tavolinë të madhe me gra me burra këndojnë dhe gratë. Korça e ka këtë traditë. Po. Korça është qytetar. Kjo tregon që janë qeflik. Ja, e kisha në sensin e E kupton. Kurse në sensin e tedhrave mbetet Shiaku, kampioni, mbetet Laçi, mbetet Shkodra, mbetet Kuksi, Dibra, veriu, komplet veriu. Jugu? Jugu ja. Ja. Jugu ka edhe që normal që edhe jugu po këta janë domethënë që hedhin më shumë. Hedhin më shumë. Dakor, hajde shkojmë tek e 10-ta, edhe duhet të pyes pak për ADN-n. Nëse përballon 10-ën do shkojmë tek 11-ta. Ja do ta provojmë, vetëm t'ja heq pak këtë lëkurën. Hiqja lëkurën. Ta shijoj këtë sallamin. Sallamet tona. Këtu jemi. Janë ty. E lyen, ama është burr.
Ja më vëlla, ja. Jo, për zot. Ja t'ja tregojmë dhe kamerës. Thash gjë. Se mos më duash gjë. Super. Deri tani jam okej. Ora më kanë në cilësia e salsave, nuk ka mundësi. Jo, kjo është djegse. Kjo është djegse. Domethënë, po unë e përballoj. Domethënë thash, e përballoj, domethënë. Sot sikur s'po më djegin as muaj shumë. Thash jam në habitatin tim. Ka disa salsa këtu për shembull, kjo, mos gaboj, jo kjo. Edhe kjo ishin djegse. Djegse shumë. Domethënë po që janë të përballueshme, domethënë me lezet prap të bën mirë. Më mërziti fare, s'më dha një reagim, është pa diskutim kampioni i flak fare deri më sot, nuk kemi pasur një njeri që ta përballoj kaq shumë. Mua po më ndjek këto në i po flasim. Tani, pas zhgënjimit total timit dhe besoj një pjesë të madhe të publikut që priste të shikonte pak të nxjerr jashtë nga zona e komfortit, gjë që s'të pam, sepse nuk e di ç'a hati jo valla. Për mëngjes hata basko drek speca djegës. Jo, të thash, i përdor speca djegës në çdo ushqim. Dhe mbase krijon një trupi një imunitet. Megjithatë, këtu ishin dy salsa që kishin djegje. Domethënë po i përballova, nuk është puna se kishin djegje. Shumica do mendonin që janë më shumë se dy salsa që kanë djegje, do thotë që je vërtet tolerant. Megjithatë, a e ke thjesht tolerancë të fituar, apo është në ADN, këtë nuk e di, megjithse ADN thash dhe për ADN do të pyes. Një këngë e cila është pjesë e këngës magjike, është një nga këngët më të pëlqyera të këngës magjike, një nga këngët më të realizuara të këngës magjike, mbase me shije personale, mund të thuhet dhe më shumë se një ndër, po mbase edhe më vërtet artistikisht këngë e realizuar në gjithë komponentët e saj. Je me Rovena Dilon aty, më tregoj çik historinë e kësaj. Atëre gjera si ta përshëndes Rovenën, sepse Rovena është pjesa e bukur e kësaj këngë, me një vokal fantastik, me një zë shumë të veçantë, këngëtare profesioniste. Kemi qenë në nata greke, mos gaboj, në Klan, kur kënduam një këngë të Parisit bashk, edhe pash që kishim një harmoni shumë të mirë me zërat tanë. Unë isha një zë bas, ajo një zë i pastër, i kulluar, i bukur. Edhe vendosëm të shkojmë në studio për të bërë një këngë për Rovenën. Unë mbas 2 ditësh bëj një melodi, që aktualisht është kjo këngë, që ne... E ke bërë ti melodin? Po. E kam bërë unë gjithë melodin, do me thënë, melodia është nga fillim dhe në fund, e imja. Dhe jo të regoj, jetësoj Rovenës, Rovena bën teksin. Shkojmë në studio, në momentin që fillovi kënga të idhen kitarat, e filluam me kitara akustike, pam që kënga kishte një kimi shumë të mirë. Ishte nga ato këngë që sa e filluam, na dha një energji pozitive, teksti ishte fantastik. Edhe sot aktualisht jemi në kënga magjike. Dhe më thënë, takimi unë ishte në studio, dhe rastësia është që edhe unë prodhova diçka që isha i frymëzuar nga i duet që bëm me Rovenën. Është një nga këngët që e kam pëlqyer njerëzit shumë. Shikoj të komentet që ka komente shumë pozitive, po më e rëndësishme është që kënga është shqiptare. Absolutisht, patjetër. Kënga shqiptare është një orkestracion fantastik. Më pëlqen dhe orkestracioni. Dua të falenderoj edhe Shkëlqim Dulen edhe Gent Miftarajin për masterin, sepse kanë bërë një punë shumë të madhe edhe kanë bërë me shumë dashuri. Mrekulli, edhe ndjet, Joni, e ke dëgjuar këngën apo e ke dëgjuar? Mrekulli, nuk e di nëse ka diçka tjetër që ti do të shtosh, sigurisht ne i pyes gjithë ftuarit. Ka diçka që nuk të kam pyetur që doje ta thoje? Po ma merr mendja se i prekëm të gjitha. I kemi prekur të gjitha. Tash ti e di, Covidi ka bërë dhe punën e vet. Sigurisht. E përmendëm. Megjithatë un po të shkoj në shtëpi, po të më thotë diçka tjetër do vi, përsëri do të marr telefon. Dakor, e bëjmë prap. Un të falenderoj jashtëzakonisht shumë. E para për artistin që je, e para për shpirtin që ke dhënë, për
të gjithë përfshirjen, investimin, emocionin që ke dhuruar. Të uroj shumë vite tjera të tilla. Uroj të dëgjojmë dhe të shijojmë. Falenderoj shumë për faktin që pranove ftesën. Nuk të falenderoj për faktin që e kalove kaq lehtë sfidën. Je pa diskutim në kampion 26 puntata, pa diskutim njeriu që toleron më shumë djegëset. Dhe nuk më duhen njerëz si punave. Duhen njerëz që të reagojnë çik. Megjithatë të uroj shumë sukses në gjithçka do dhe bën dhe kaq. Shumë faleminderit njerëz që isha në këtë podcast fantastik dhe mendoj se kam kaluar çaste të bukura sepse dhe ti më jep një lishmëri në këtë bisedë, domethënë që se kam ndjerë në shumë intervista të tjera. Kjo është magjia që ti më dhe. Kjo është magjia. Magjistaria. Duhet të falenderoj sponsorat e mi, Go Plus, mos harroni loja Go Plus, duhet të falenderoj Tonën me këto produkte speciale që na ka sjellë që praktikisht edhe përkojnë me zonën e origjinës së Genës. Genën s'na e the si është kjo historia e emrit. Emrit. Po. Atëherë emri im origjinal është Briken, emri van nga babaj. Geni më thrisë në Korçë, kur edhe në Tiranë, ma hoqën atin, vën Gena, si që kanë Tiranë si me atë përkëdhelin e tyre, dhe mbeti Gena dhe u vë, sot e kësaj dite është emri artistik. Okej, kaq është, që ke pakzuar në Tiranë, po, Gena. Mrekulli, sikur se po thoja Tona dhe Kodigon, të cilën e fshim, sepse na pëlqeu, dhe i kam premtuar Genës që ti dhuroj, sa thash, një ose dysh thash. S'prish punë. 2 do t'i dhuroj. Se tamam, se Covidi ka bërë, po Covidi ka bërë vetëm. Këto si harrojnë. Argjendari Donaldo, e cila na dhuron gjithmonë këto dhurata për të ftuarit tan, kjo është për ty nga Argjendari Donaldo. Shumë faleminderit. Është një gjë që është bërë handmade. Donaldo, faleminderit për dhuratën. Po. Urdhro. Argjendari Donaldo e gjeni lehtësisht përballë qendrës Top Tani. Jute është gjithmonë me ne, mos harroni që të futeni në aplikacionin Majute për të marrë oferta speciale. Oferta speciale është kjo. Mund të merrni produkte me 0% interes. A kam më mirë se kaq? Joni mos shpishkon kur është e vërtet. Me 0% interes. Shko, e di që kërkoje diçka për të blerë, me 0% interes. Thënë gjitha kjo, dua të falenderoj të gjithë juve që na ndiqni çdo të premte ora 18:30 pikërisht në YouTube dhe sigurisht në rrjetet sociale. Nuk është diçka që ju kushton të na bëni subscribe praktikisht në YouTube dhe follow në të gjitha rrjetet të tjera sociale për mos humbur asgjë nga gjërat që ne prodhojmë dhe sigurisht ndihmoni podcastin tonë që të zhvillohet më tej. Duke ju falendëruar, takohemi puntatën e radhës. Natën e mirë.